Të nderuar shqiptar, sot do t'u informoj për një realizim të cilët mendoj se është i rëndësishëm për të mësuar shqiptarët, sepse ka të bëjë me një propozim të bërë nga shoqata jonë, Akas Skënderbeg në Spoleto, Itali, e cila para 2 vitesh propozoi dhe ndërmoi nismën për një binjakëzim midis komunës Spoleto, Itali, dhe bashkisë Lezhë, duke parë se kishte një ngjashmëri kulturore dhe historike me disa monumente të vjetra dhe të rëndësishme që ndodhen në të dy këto qytete. Njëkohësisht ka dhe rrënjë historike të cilat janë përcaktuar që në antikitet dhe janë trajtuar nga studiues të ndryshëm dhe historianë të lashtë, të cilët kanë folur për një ardhje të mundshme të një popullsie nga Epiri, cila është vendosur në rajonin e Italisë dhe ka arritur deri në Spoleto. Duke parë këtë element, por element të tjerë të rëndësishëm të Kosovës, pasi vërejmë se ka një komunitet të gjarë të vendosur në Spoleto, shqiptarësh, ne kemi menduar dhe bëm një propozim për binjakëzim, i cili u mirëprit nga të dy njësitë vendore, qoftë nga Bashkia Lezhë me zotin Pirindreu, të cilin e falenderoj publikisht për pranimin e këtij propozimi, njëkohësisht edhe zotin Andrea Sisti në komunën e Spoletos, i cili edhe ai e pranoi propozimin ton, edhe mëtej u zhvillua nëpërmjet procedurave të ndryshme të dy njësitë vendore dhe u arrit që me datën 13 prill, domethënë këtë muaj, u realizua firmosja e një akti dypalësh, i cili rregullohet në bazë të ligjeve të Komunitetit Evropian. Dhe pas kësaj, të dy njësive vendore u lidh e drejta që të bashkëpunojnë në këtë drejtim në fushat e tyre që do ta shikojnë ato të rëndësishme dhe prioritare. Kjo është detyra e tyre, ne detyrën tonë aq sa kishim mundësi e bëm duke bërë propozimet. Prandaj, në këtë moment unë shpreh mirënjohjen për të dy këto njësi vendore, për Bashkinë Lezhë dhe Komunën Spoleto, për kryetarët e tyre, zotin Ndreu e Sisti, si edhe për këshilltarët në përgjithësi që e kanë pranuar në unanimitet propozimin. Dhe shpreh një falënderim edhe për zonjën Mrikalleshaj, e cila ka qenë, si thua, një promotor i lëvizjes dhe intermjetësimit, pasi është edhe antare e komunitetit shqiptar dhe e shoqatës tonë, por është njëkohësisht edhe antare e Këshillit të komunës Spoleto. Edhe i gjithë ky kontribut i gjithanshëm u realizua me 13 prill, siç e thash, dhe uroj të dy këto njësi vendore të kenë suksese në bashkëpunimin e tyre, në programet e tyre që do të bëhen të ardhmen, dhe të ecin përpara në bashkëpunimin e vazhdueshëm që do të kenë. Ne jemi të gëzuar sepse kemi arritur të këtë japim një kontribut qoftë edhe të vogël për këtë bashkëpunim. Njëkohësisht, u bëj thirrje të gjithë shoqatave që janë në Itali dhe jashtë tyre, që të kontribuojë gjithë secili aty ku gjendet nëpërmjet shoqatave, po dhe jashtë tyre, që të hedhin ura bashkëpunimi midis komuniteteve të atyre vendeve dhe Shqipërisë, në mënyrë që vendi jonë t'ju krijohet një mundësi bashkëpunimi dhe integrimi, sepse ndryshe është kur një vend nuk e njeh fare, dhe ndryshe është
kur ke kontakte, kur lëviz, shkon, shikon dhe që se cili bindet për atë që she dhe propagandon dhe flet në anën tjetër u gjendët në mënyrë që të krijohet një ambient i cili të jetë integrues dhe përfshirës. Dhe kjo është gjëja më e mirë që bëjmë ne për vendin tonë, për qytetarët e gjithë secilës komunë dhe për komunitetet që ndodhen në Itali në rastin tonë, po dhe në rajonet e tjera dhe vendet e tjera të Europës. Pra, ne duhet të jemi, si të thuash, ambasador të pa autorizuar nga shteti, por ambasador të autorizuar nga shoqëria shqiptare, e cila i ka të gjitha mundësit aty ku gjendet të organizohet në shoqata edhe të kryejë një aktivitet në të mirë të vendit ku gjendet, në të mirë të Shqipërisë, sepse gur bëhet mur, thot populli ynë. Dhe ne të mos mendojmë shumë se çfarë po bën atë dheu për ne, por të mendojmë se çfarë po bëjmë ne për atë dheu. Ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues dhe shikues, dashamirës të njohjes së aktiviteteve dhe të historisë, të kulturës, dhe përkrahas e dashamirës të njohjes të avancimit më përpara të kombit shqiptar. Suksese në jetën tuaj të përditshme, punë të mbarë, kudo që ndodheni, në Shqipëri, në trojët etnike apo jashtë tyre. Të punojmë sa më shumë për atë dheun, sepse kështu do të jemi të lumtur në familjet tona. Ju faleminderit.